1. Kur jeta të jep një fillim të ri. Kur jeta të ofron një fillim të ri, mos u mjafto vetëm me ndryshimin e datës në kalendar. Një faqe e bardhë nuk vlen asgjë nëse vazhdon të shkruash mbi të me të njëjtën penë të thyer dhe me të njëjtën mendësi që të mbante peng. Gabimet e vjetra nuk janë thjesht hapa të gabuar, janë mësime që presin të përkthehen në mençuri. Nëse hyn në një kapitull të ri me frikrat e vjetra, nuk po fillon nga e para, thjesht po riciklon të njëjtën dhimbje me një emër tjetër. 2. Nuk mund të shërohesh aty ku u lëndove. Kuptoje mirë. Nuk mund të kërkosh shërim në të njëjtin mjedis që të bëri të smuresh. Nuk mund të lulëzosh në një tokë të tharë nga negativiteti dhe dyshimi. Donjëherë, akti më i madh i dashurisë për veten nuk është të qëndrosh dhe të luftosh, por të kesh guximin të largohesh. Rritja kërkon hapësirë, kërkon dritë dhe mbi të gjitha kërkon të lësh pas gjithçka që nuk i shërben më paqes tënde shpirtërore. 3. Hiq dorë nga pesha e së kaluarës. Nuk mund të vraposh drejt të ardhmes, nëse po tërheq zvar zinxhiret e asaj që të ka shkatruar. Të kapesh pas lëndimeve të vjetra është si të mbash në dorë një thëngjil të ndezur, duke shpresuar se do të digjet tjetri. I vetmi që digjet je ti. Çlirohu nga pesha e sikurve dhe pendesave. Kjo është mundësia jote e artë për të zgjedhur më mirë, për të vepruar ndryshe dhe për të bërë më në fund ai person që ti vetë ke pasur nevojë ta kesh pranë kur bota jote po shembej. 4. Ti je arkitekti i fatit tënd. Në fund të ditës, mbaje mend këtë. E kaluara nuk ka fuqi mbi ty, përveç asaj fuqie që ti i jep çdo mëngjes kur zgjohesh. Ajo përsëritet vetëm nëse ti e lejon të jetë skenari i jetës tënde. Sot, timoni është në duart e tua. Bëhu dëshmia e gjallë se njeriu mund të thyhet, por mund të rindërtohet, më i fortë, më i bukur dhe më i ndritshëm se kurrë më parë. Ky nuk është thjesht një fillim, ky është transformimi yt.